Atë po themi, sa mundësi ka që një lidhje si ajo e Gjesit dhe Eglit të përfundojë në martesë? Unë e shoh pak situash të vështirë lidhjen e tyre. Që ishte e vështirë ishte, se ne e pam gjatë gjithë spektaklit. Kështu që, cilat janë arsyet. E para njerë, unë si e shoh unë jap mendimin tim. E para njerë që Egli ka humbur një dashuri, aq sa e ka publikuar ajo vetë, dhe natyrisht për mbas një vit e pak, e kërkon dashurinë si çdo vajzë, çdo grua e tjerë. Domethënë ishte në kërkim të një dashurie që do ta plotësonte atë shpirtërisht, që do t'i jepte asaj vlerësimin për vete, që do t'i krijonte besimin që nuk funksionoi me bashkëjetruesin e parë, por mund të ringrajë përsëri një lidhje që mund shkojë deri në martesë. Dhe ajo kishte një vullnet të mirë për ta bërë këtë gjë. Domethënë insistojnë me të gjitha format për për ta bërë për vete Gjestin. Njerëzit e vlerësojnë këtë gjë. Edhe unë e vlerësoj, por nuk e pranoj që e kishte të egzageruar atë gjë. Kulmi ishte një ditë kur i thosh atij që Gjestit, shiko, ti mendon se unë nuk i kam kushtet për të më dashur ti. Nuk ka kushte dashuria. Nuk ka kushte lidhja martesore. Domethënë ti mund t'jesh e bia e mbretit, dhe ja që nuk shkon pikërisht me një princ të një familje tjetër mbretërore. Domethënë ajo dashuria dhe martesa nuk ka të bëjë me disa konture tuat, paraqitjen fizike, shkallën e intelektit, kualifikimin, se thua me sjelljet e tua, është një lloj kimie që natyrisht i përmbledh të gjitha këto elementet, po duhet të gjenden pikërisht ato pika takimi që të bëjnë që ta duash atë tjetrin. Me thënë, nuk është një llogari matematike dashuria. Kështu që mënyra se si shprehej, Egli tregonte që dhe në jetën reale ka vajza të tilla, ashtu siç ka vetëm të tilla, që ti do jesh i imi. Pik. Unë po bëj këtë për ty. Unë po të mbroj me çdo kusht ty. Unë po sakrifikoj për ty. Unë po si thua gjithçka e kam vënë në shërbimin tënd. Jo. Gjërat duhet vinë natyrshëm. Sepse ti mund bësh gjithçka për njëri dhe nuk e merr atë dashuri. Ashtu siç në romanin e kemi lexuar gjithnjë, që ka patur dashuri ideale, ka patur dashuri të përjetshme, që nuk janë realizuar asnjëherë për mungesë të vullnetit të palës tjetër, po ajo në vetvete një person e ka përjetuar atë dashuri në mënyrat e veta. Kurse Gjesi nga ana vet, unë atë e quaj, si thua, lojtari i rëndësishëm të gjithë të Big Brotheri. Përveç lidhjesh me Eglin, që natyrisht ai e kishte shprehur vetë, s'ka nevojë të komentojmë ne shumë. Janë arsyet e tija që ai asnjëherë nuk qe konsekuent që ta thoshte eksakt. Por ai shprehu që nuk ishte diçka më tepër se sa ajo kënaqësi që i falte, prezenca e Eglit aty, miqësia që ajo i falte, dhe kur ajo kërkonte diçka më shumë, ai trembe nga ajo. Nuk donte që të avanconte më shumë. Të mbeste më tepër një miqësi, si thua, midis dy njerëzve që pëlqehen, që e duan njëri tjetrin, praninë e njëri tjetrit, që e mbështesin njëri tjetrin, por ama kjo gjë nuk do thotë që duhet shkoj patjetër në martesë. Është një lloj koncepti edhe i vajzave shqiptare, që domethënë unë të dua, ti do më duash. Apo dhe i djemeve, kur ata me vërtet duan, që unë të dua dhe ti do ma kthesh këtë dashuri. Nuk ndodh kështu në dashuri. Dhe rasti Egli dhe Gjesit kështu ishte. Ajo e donte, jam e sigurt që ka projektet e veta në kokën e vet, uroj që të realizohen, nëse ajo me vërtet është e sinqert, nuk do famën, po do pikërisht Gjestin, po Gjesti është si në tërheqje, e mendoj. Pse është si në tërheqje? Gjesti vjen nga krahina e Pejës. Ne Pejen e njohim, është pjesë e bukur e Kosovës, domethënë kur shikon bukuritë e Pejës dhe atyre rrethinave përreth, ti thua zot çfarë klime bukur, çfarë bukuri natyrore, çfarë pemësh, çfarë ujë rrjedh në rrugove e tjerë. Po vjen nga një fshat as edhe nga qyteti. Dhe prindrit e Gjestit do donin që të kishin një nuse për shtëpi. Gjesti si duket i ka lodhur ata prindër. Edhe ata e kanë pritur dukeshin në fytyrën e nënës vet, të babaj vet, që ata edhe merakun i mbanin djalit vet, por njëkohësisht
si thua po e adhuronin dashurin ose si thua mënyrën se si po e pristin shqiptarët kudo dhe si votonin për gestin e tyre. Se ndërsa ai dikur I kishte bërë probleme atyre, Gjesti tani po mendonte se si do kthej, domethënë gjithë mundi që kishin bërë ata. Kështu që edhe në drejtim të Eglit, unë mendoj që ai dhe këtë gjë e ka menduar, të marrë një nuse që do t'i pëlqejë shumë mami dhe babit vet, vëllait vet, motrës vet, xhaxhait, hallës, tezës dhe çfarë ka ai në farefis. Egli paraqet problem, sepse Egli është shkolluar shumë mirë, është artikuluar, Gjesti nuk e ka atë shkallë kualifikimi, atë shkallë kulture, njohurish e tjerë. Egli e mësoi shumë në këtë drejtim, sa dhe kur kishte të drejtën me vete, Gjesti thoshte 2 fjalë, u kry çdo sen, bëra kulaçin, iko dhe ky e tjerë, po nuk dinte ti argumentonte gjërat. Po ne dim shumë mirë, që të mund ta kesh të drejtën dhe nuk e fiton dot nëse nuk di ta kërkosh të drejtën. Nuk gjen mjetet e duhura që e drejta të lullzoj, që e drejta të triumfoj. Kështu që Gjesti ka patur nevojën atë Big Brother që të ishte me një mbrojtje, të ishte me një njeri që do t'i dilte për zot në argumentat që I duheshin atij gjatë asaj betejë që u bë ato ditë. Por mendoj se në jetën reale tani më vonë nuk I dije se si do shkoj. Ndoshta do t'i duhet një menaxhere shumë e mirë dhe që t'ishte Egli do ta ndihmonte shumë. Por nuk e di si do ndjehet ai dhe nëse do të me vërtet do e pranoj një bashkëshorte si Egli apo jo. Por nësi ka që edhe mund të jenë dhe bashkëpunëtor shumë të mirë. Nuk e di nëse e keni parë të fragmentin teksa u mbyll finale Big Brotherit ku Egli shkon takon prindrit e Gjestit. Është komentuar shumë në rrjete që ishte një moment shumë I ftohtë I nënës Gjestit me Eglin. Ka një lloj përqafimi jo me I ngrohtë, një lloj ku diun. Unë me këto që thash, kam parasysh pikërisht dhe reagimet asaj dite. Duhet thonë që ai spektakli që domethënë I gjithanshëm, si thua bëri që ne të shikonim shumë anë të njerëzve, dhe takimi me prindrit e Gjestit, sidomos me nënën, ishte me vërtet I ftohtë. Ajo si në mënyrën e vet, ose mund të jetë një tip mendje madhe, por nuk e besoj këtë gjë, po ishte më tepër një lloj distance që e vendosi me Eglin. Domethënë prit, më lër kohë dhe mua, lëri kohë djalit tim Gjesti, na lër kohë dhe neve, mos u reklamo kaq shumë, të shohim, se aty ishte bronte dhe ndoshta ishit të detyruar të kishin atë lloj lidhje. Po ndoshta kur ti del jashtë, ke shumë njerëz, ke detyrime, Gjesti do punoj, do siguroj të ardhur për të mbajtur veten. Ndoshta do të ketë një shtëpi të vetën, duhet të menaxhoj jo vetëm karrierën e vet, po tani duhet menaxhoj dhe lidhjen nëse do ta ketë në krah të vet Eglin. Pra janë shumë detyra, prandaj mos u nxit to. Mbaje pak hapin. Ky ishte reagimi I nënës vet. Dhe nuk më duket se dikush dhe e shante, e bonte. Nuk kemi pse lëshojmë gojën. Njerëzit kanë temperamente të ndryshme, gjykojnë ndryshe, kanë kujdesin e një nëne, s'di po t'i shohun atë situatë, do të thosha po prit njërë, mos u nxito, kohën e kemi para. S'kemi se të bëjmë deklarata të mëdhaja, të shikojmë, nëse funksionon mirë, nëse jo, atëre le të mbetemi miq të mirë, duhet të mësojmë që kur nuk funksionon për të qenë në çift, mund të funksionojë, të jemi miq të mirë, të jemi bashkëpunëtor në një punë, sepse domethënë njohim shumë mirë njëri tjetrin dhe mund të jemi bashkëpunëtor për të bërë një punë shumë të mirë. Edhe fakti që shahen aq shumë në rrjetet sociale tregon që jemi dhe pak si inatçor. Domethënë duam patjetër që t'i bëjmë një etiketë dikujt. Për shembull sot nuk pëlqeu mënyra se si argumentonte sot në televizion, Laerti s'm pëlqeu fare. S'kepse nxjerr dufin ndaj një personi tjetër. Gjesti me vërtet nuk është I shkolluar. Ka patur arsyet e veta, ose edhe për faj të vet, mund ta themi. Ka pat faj. Në moshën që duhet shkolloheshe, mendonte se do bëhesh një artist I madh, nuk vinte në shkollë, merrej me shokët e vet, cigare, ndekte një lloj lirie pa kufizim, nuk ka qenë I përgjeshëm që të mbaronte shkollën, të kualifikohesh etj, por kjo do thotë që ai duhet jetë, si thua,
një privuar i përjetshëm. Jo, djali i ri mund të vazhdoj shkollën, edhe ai mund të pajiset me një arsim të lartë, në përputhje dhe me talentin që ai ka, në përputhje dhe me dëshirat e tij. Tani, domethënë, e mendon që ka mundësira dhe më shumë, sepse të fitosh një Big Brother me një sasi të tillë lekësh, 100.000 euro, është një shans i madh që ai mund t'i hedhi ato si thua t'i investojë në mënyrë që t'i japi vetes më shumë mundësi për karrierën e vet, për shkollimin e vet etj. Dhe një ditë dhe ai do ta ketë arsimin lart. Ose mund të mos e ketë, por ama gjithë përvoja e jetës së tij, gjithë karriera e jetës së tij, gjithë bashkëpunimi edhe leximi i lirë i tij e çdo lloj literature që do t'i interesojë në punën e vet, në projektet e veta, do ta bëjë një njerëz që do të ketë, si duash, kulturën e duhur në komunikimin me të tjerët, nëse s'ka një diplomë të madhe, do ta ketë atë diplomën më të vogël, por do të ketë suksesin më të madh, se duket që është një njerëz i suksesshëm, një showman. Uroj që t'jetë një këngëtar shumë mirë, pa uroj që atë shpirtëgjërsinë e vet ta ruaj, sepse ajo e bëri që të dalloj pak edhe nga të tjerët. Cilat janë motivet që Laerti mund ta ketë bërë atë deklaratë? Por gjithçka ka mbaruar, po themi, pra s'janë më në lojë. E para njerë që ne shohim në rrjetet sociale, po në televizion dhe kudo, ka një prirje që ne të etiketojmë të tjerët. Gjithë ne kemi qef t'i vëmë një damë. Gjithë ne do kërkojmë t'i gjejmë diçka nga jeta e tyre personale për ta njollosur një njeri. Domethënë, është një lloj, si thuash, tamam, një konkurrencë, ajo konkurrencia aty. Domethënë, duhet mendosh që ishin disa njerëz dhe fitoi gjesti. Por ama duhet të ketë qartë Laerti se aty nuk ishte kompeticion artistash. Nuk ishte as kompeticion këngëtarësh, nuk ishte as konkurs bukurie, Miss Shqipëria apo Miss Internacionale tjerë, nuk ishte as projekt arkitekture dhe kush do të fitonte për qytetin e Tiranës apo për Pejën apo Prishtinën. Ishte një reality show. Dhe ne shohim edhe në Francë, kudo, kam parë spektakle të tilla, reality show të tilla. Aty marrin pjesë modele të ndryshme njerëzish, ashtu si dhe në jetën reale ka modele të ndryshme njerëzish. Aty marrin pjesë, megjithëse thuhet Big Brother VIP, po marrin pjesë kategori të ndryshme njerëzish që ndoshta dikush ka një emër, ka bërë një karrierë, po ka dhe nga ata që ne si kemi njohur më përpara. Pra ka një lloj, si thua, një lloj përzgjedhje dhe shumë mirë që e bëjnë, është e drejtë atyre ta bëjnë këtë përzgjedhje. Kështu që nëse do ishte një konkurs bukurie, ne do ta kishe fituar Danja apo dikush tjetër. Nëse do ishte një për teatrin, do ishte Rozana me Laertin. Do konkurronin dhe të zgjidhin midis të dyve, do zgjidhet dikush. Këtu bësh fjalë për një djalë i cili kishte zemrën e mirë, që bënte humor, që bënte një lloj spektakli, që provokonte debate, provokonte edhe në gjëra të vogla që ndonjëherë qeshin fëmijët për ato. Se domethënë nuk janë gjëra të mëdha. Kështu që, por duhet të mendojmë që pa hyrë gjesti, atij Big Brother i mungonin vetëm dominot. Edhe atëherë domethënë gjithë do ishin duke lozur domino. Kurse ky i dha një frym gjallërie, i dha, si thua, humor, bënte veprime që të rinjt i kanë qef. Natyrisht që nuk e kishte argumentin, si mund ta kishte Rozana. Nuk mund të shkruante tekste këngësh si ka shkruar Rozana. Nuk shprehte me fytyrën e tij ndjenjat siç mund t'i shprehë Laerti kur interpreton diçka, kur reciton disa vargje, kur hyn në një rol etj, nuk është i tillë. Por ky Big Brother është me votë popullore, që do thotë që njerëzit votojnë atë që pëlqejnë. Nuk më pëlqen ajo që tha Laerti sot që zgjodhi një shkatrues, domethënë të Big Brotherit, njërin që shkatroi një vajzë, edhe që provokonte në çdo kohë e tjerë, domethënë këtë do populli. Kjo është një shprehje e gabuar. Jo. Populli di të dallojë se kush është politikan i devotshëm, di se kush është shtetar i devotshëm, cilët janë intelektualët me vlerë që ka Shqipëria, cilët janë aktorët, artistët e mëdhenj shqiptar. Ne dim kush është një
intelektual me kontributën në Shqipëri, kush është një intelektuale po prap, me vlera për shoqërinë, ne dim cilët janë biznesmenët e fuqishëm, të suksesshëm, ne dim fermerët të cilët janë të suksesshëm, ne dim prindërit që kanë sakrifikuar për fëmijët, ne dim shqiptarë, i njohim shumë mirë që kanë shkuar në emigrim dhe kanë bërë emër shumë të madh, ne kemi emra në kulturën shqiptare, pra populli shqiptar Gjestin e vlerësoj për tjetër gjë, për një reality show, kurse njerëzit e rëndësishëm të këtij kombi, Shqipëria i ka në krye dhe i ka vonë, si thua, në atë librin e madh të kombit shqiptar, ashtu si dhe vitet që do vinë, do ketë të tjerë emra që ndoshta sot nuk i përmendim shumë, por që historia ja shton emrave të mëdhenj, duke filluar nga Skënderbeu, Ismail Qemali, gjithë artistët e tjerë që sot janë në botë apo në Shqipëri e tjerë. Një nga momentet më delikate gjatë Big Brother ka qenë dhe incidenti që ndodhi mes Jozit dhe Gjestit. Çfarë komenti keni për këtë veprim të Jozit? Unë atë moment po e ndishja, unë jam shtangur dhe më ka krijuar një gjendje ankthi. Pse? Sepse Shqipëria këto vite vuan nga fakti që shprehet dhuna. Ato dhunë e kanë ndjerë shqiptarët, ato të Kosovës e ndjerën nga genocid, mund të themi, që e bëri Serbi. Pra e kanë përjetuar. Gratë e Kosovës e kanë përjetuar gjatë gjithë kohës derisa Serbi, si thua, ka bërë gjëra nga më të tmerrshme, të cilat i kanë treguar, plus që ka plot gra dhe vajza apo dhe të tjerë të zhdukur, të humbur, që nga u këshinoti, që s'dihet ku i ka eshtrat e tij e tjerë. Në Shqipëri këto 34 vjete ndihet akoma ajo fryma e dhunës. Ka krime nga më të ndryshme dhe vrasje. Ka ndodhur dhe në përballë këto, në grupe rivale të cilët kanë luftuar njëri tjetrin. E kanë ndjerë grua shqiptare, akte dhune, vrasje. Numërojnë raste flagrante të dhunës ndaj grave dhe vajzave në Shqipëri. Edhe këto pikërisht nga bashortët, ose ndonjëherë ka rastisur vajza nga babai i saj, e tjerë. Familjet janë në konflikt dhe shkaku kryesor i divorceve është pikërisht dhuna që ushtrohet. Dhe që gratë në bashkëjetesë, në martesë nuk e durojnë dot. Edhe Kosova ka rritje të numrit të denoncimeve, njëkohësisht dhe divorceve, pikërisht për shkak të dhunës. Rastet më të fundit kanë treguar që dhuna është shprehur dhe ke adoleshentët. Kështu që kjo është për të shqetësuar dhe të guxosh ta bësh një akt dhune, i cili nuk ishte thjesht një akt dhune, ai që bëri Jozi ndaj Gjestit. Mënyra se si ai e qelloi me tërë forcën e krahut, në pranitë të gjithë kamerave, në momenti që po dilte nga një spektakël, ishte për ta denigruar, për ta fyer Gjestin, për ta poshtruar, që me demek ti nuk luan dot me mua. Dhe më thonë, unë të bëj dhe këtë gjë, dhe bëj publikisht në sy të gjithë shqiptarëve, jo vetëm Shqipërisë, të Kosovës dhe të gjithë shqiptarët që kanë digital dhe ndjekin në gjithë botën. Dhe më thonë, ishte një gjë shumë e ulët. Se çfarë do dënohet, a nuk do dënohet e tjerë nuk ka rëndësi. Që të guxosh ta bësh këtë gjë publike, tregon që ai njeri njërë e para ka mungesë formimi, është i dhunshëm, dhe këtë pas ka treguar që ka qenë dënishte e tjetër, pikërisht i dënuar për këtë gjë, nuk e di nëse është e vërtet apo jo, po të paktën kështu është shkruar. Tregon pasaj që inati, hakmarrja, edhe si thua, dhuna nuk pyeska as për shikimet e njerëzve, as për një publik që kapte në 2 milion, 3 milion, se kështu të paktën ka qenë shifrat që ndiqet në një moment direkt një reality show si Big Brother, pra po që ti do më thënë guxon dhe poshtron dhe hedh në tokë, se me tëra të forca i s'ishte e përgatitur, që të mundet dhe të qëndronte pak në këmbë. Kështu që ka qenë një shqetësim jo thjesht për familjen e Gjestit, po për njerëzit që e shikojnë një gjë të tillë, gjithnjë kanë menduar, sidomos prindi, sikur të ishte fëmia e vet aty, dhe dikush guxonte ta bënte këtë gjë. Ai realitet show është edhe loj nervash. Ti luaj me ato armë, mos gjithë armën e gabuar me kundërshtarin tënd.
një njeri që zgjedh dhunën, shpullën, armën për kundërshtarin e vet, ai është i dobët. Ai nuk di, prandaj merr në ndihmë një thik, një shpatë, një grusht, një plumb e tjerë. Dhe aty ku gjoja ishin përzgjedhur më të mirë. Kështu që ndoshta duhet reflektuar dhe të shikojnë gjithnjë e kaluar atyre personave që vinë në një realitet të tillë. Unë e quaj shumë të rënda atë gjë që ka ndodhur. Nuk e kam besuar që mund të ndodhte një gjë e tillë. Dhe më e bukur pasaj, kur njëra nga ato gazetarët e famshme, thoshte jemi verior. Ç'është kjo jemi verior? Ç'është kjo? Shqipëria është një. Biles ne kur kemi dhe Kosovën afër nesh, siç ishte në këtë spektakël, është një gjë e mrekullueshme. Ne na intereson se ne shikojmë çfarë ndodh në botë. Sa më të shumë të jemi, sa më të mëdhenj të jemi shqiptarët, sa më unik të jemi, aq më shumë do na njohim për Zot. Nëse s'ke forcë, je i humbur në këtë botë. Kështu që fakti që e morën Xhesin bën shumë mirë dhe fakti që e fitoi Xhesi akoma dhe më mirë. Unë e quaj një gjë shumë të mirë. Ata që, që kanë votuar, e kanë menduar që ja vlente. Jo thjesht për talentin e tij, por dhe që vinte nga Kosova, shumë mirë bën që ja dhanë atij. Vetëm të kishte vënë flamurin në fund. Po ndoshta si ishte faji i tij, se duhet të jenë ata që janë mbrapa skenës, ku doli ai, ata duhet të mendojnë që ka dhe një moment final, kur duhet një flamur shqiptar. Pse duhet një flamur shqiptar? E para se jemi shqiptar dhe Xhesi është shqiptar, dhe e dyta se Shqipëria ja dha titullin fitues i Big Brother VIP Albania 4. Avokate, shumë faleminderit për intervistë. Faleminderit dhe juve.